Në vend të festës më 1 maj në ditën ndërkombëtare të punëtorit, edhe si vjet do të protestohet në Kosovë. Përfaqësues të punëtorëve kanë paralajmëruar marsh nga ora 12 për shkak të pakënaqësive me kushtet e punës, pagat e çështje të tjera. Paga e punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës, po pse jo të gjithë Kosovës, është ulë në përqindje në rezultat me inflacionin, prandaj kërkesa jonë kryesore është ngritja e pagave në bazë të inflacionit, në bazë të ngritjes së çmimit të energjisë elektrike dhe në bazë të tregut të punës. Ta shënojmë ditën e 1 majit, të shprehim pakënaqësitë tona, duke shprehur pakënaqësi dhe duke bërë thirrje për të drejta së më të mëdha për gjithë punëtorët. Veçanërisht e mbështesim edhe protestën për shtrajtimin apo inflacionin që po ndodh në vend. Thirrje për protestë bën edhe përfaqësues të iniciativave që po kundërshtojnë rritjen e çmimeve në Kosovë. Varfënimi i klasës punëtore që ka shku bashkë me rritjen e inflacionit, ka shku bashkë me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, edhe na thojmë që i thirrim të faktën të gjithë qytetarët që më na u bashku më 1 maj në ora 12 në sheshin Skënderbeu. Ashtu që ka nis 1 maj si revolte e klasës punëtore kundër sistemit kapitalist, edhe na nesër organizohemi kundër sistemit kapitalist që shtyp punëtorët edhe ka si primare profitin para punëtorit. Gjatë konferencës u tha se ngritja e çmimeve u ka rënduar gjendjen ekonomike e punëtorëve në Kosovë, andaj edhe u bë thirrje që sa më shumë qytetarë t'i bashkohen protestës së 1 majit.